Njerëz që bëjnë shkputje të këtilla, unë nuk e kontestoj qëllimin që kanë. Mirë po. Fillimisht këtu bën dy shkelje kryesore. Kur bën shkputje të këtilla të pa autorizuara nga personi në fjalë. E para është se nga tërësia e ligjëratës që hoxha ose kushdo qoftë Allah, arsimtari, ligjëruesi, kushdo qoftë, ai e din çfarë mesazhi ka dashur me përcjell me këtë ligjërat. Po. Mesazhi është 1 2 3 4. Dhe shkputja në vendin jo të duhur cënon dhe rrezikon arritjen e mesazhit. Mund të ketë kontraproduktivitet. Prandaj duhet me pyet hoxhën, nëse këtu është shkputje, kjo shkputje a bjen dash me qëllimin e ligjëratës që ti ke dashur me thonë? Nëse për unë ligjëratë e bini shembull, pa e shembull shumë perfekt, shumë fusnot Allah. Me marrë tash ti fusnotë me vendos titull e prish kuptimin Allah. Unë fusnot nuk mund të më qit. Ama kur kuptosh është fusnot, kur ka tekst mi fusnot. Kur ti lexon këtë tekst mi fusnot dhe veç fusnot e lën, kuptosh sigurisht me kon fjalia kryesore në libër dhe këtë titull kryesor. Atëherë kjo është gabim. Padyshim. Pra do të thonë që fillimisht kjo është rrezikon skajshmërisht të rënohet përpjekja e ligjëruesit me dërgu mesazhe pozitive në mas, nga të ti e shkput. Kështu të lajderuar, me shkputje selektive, kujt dë në bot, jo për njerëzve, po edhe Zotit më shkput fjallët, Korani më shkput, dëllë gjithë shka atyre. Ka mundësi më manipulu. Apo, pa e du më thonë që me pas kujdes Allah. E dyta, që ka të bëjmë me këtë, dhe shkputja e para është, dhe mund, rrezikan mesazhin. Dhe e dyta, nga njerë për shembull ti e ke thonë një fjalë më thonë caktuar. Në atë kohë, ai intonacion, ai mënyrë shpresë ka qenë normale. Se ka qenë debat shoqëror, ka qenë normal. Kur këtë ato situata përfundojnë, kur këtë kryet, apo, dhe tashmë është situatë e qetë, s'ka ka punu komplet, tash ti e merr atë dhe e bën këtë situatë, atë si dukesh. Për më duket një si ka ky një lloj kush e pas dukesh shumë i papranueshëm dukesh. Por shkak se është jashtë rrethanave, është jashtë konceptit, është jashtë situatës për shkak të thonë. Madje mund të konsiderohet provokim, ofendim shumë çka tjetër po. Gjithçka mund të gëzo. Prandaj do të thonë që kujdes Allah. Nuk sikurse ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, rubbe muridin lil khairi lan yusiba. Stani do me bëu mirë, po sa qellan, nuk shkojë po kam qef. Pastaj për shembull edhe po shkaktuan debate. Tha ky kështu më radh dhe realisht po krijohet një imazh me të vërtet shumë i vrazhd, shumë i keq për dikon që bart titën e hoxhës. Por jo me këmbgul njëri me 10 rëvane ka thonë të kundërtën, dhe tash dikush për muslimanë këmbgul me ja përhap në diçka që realisht nuk ka të bëjë me qëndrimet e hoxhës. S'po flas për hoxhën, po flas për të njerëz tjerë. Që këtu janë problem shoqëror që s'është hoxha këtu problemi kryesor. Do të thotë problemi më i vogël hoxha këtë rast. Po flas për edhe për elitën politike të njerëzve. Edhe po flas edhe për arsimtarë, profesorë, për çdo kanë. Që realisht mund të zihet peng apo i një qëndrimi i caktuar, një fjalë caktuar që të kalon, po tash njëri ka evoluar, ose ka riformuluar ose kështu me radhë. Pa të japim më shumë hapësirë njerit me artikulin mendimin e tij dhe me shpejt qëndrimin e tij, jo të bëjmë ne padrejtësisht dhe në mënyrë të pa autorizuar zëdhënës të tij. Asë kjo është padyshim e dëmshme.